Një psalm për jetën nga Longfellow. Shqiproi Artur Balli, marrë nga vëllimi antologjik me poezi të zgjedhura nga poetët më të mëdhenj amerikanë. Vëllimi titullohet Psalme për jetën dhe po lexoj një psalm për jetën. Çfarë tha psalmit? Zemra e një djaloshi. Mos më thuaj, përmes vargjesh të trishtuar, që s'është jeta veç se ëndër kot, se një shpirt që vetëm fle është i mbaruar. Të vërtetën se mëson prej dukjes dot. Jeta është e vërtet e plot kuptim. Grope varrit s'është synimi saj final. Pluhurje, në pluhur kthehesh. Namshim, jo, për shpirtin s'mund të thuhen këto fjalë. Se nuk është qëllimi i jetës që kërkojmë të jetë mbushur me dëfrim, me hall e varg. Por, patjetër, janë vepra që na çojnë prej së sotmes çdo të nesërme më larg. Veprat zgjasin, zemrat tona drithëruar, duke parë sa shpejt koha rrjedh dhe s'ndal, rrajnë fort, si një daulle t'ingullshuar drejt e varezash gjatë një marshi funeral. Në të botës fushëbetej të pambaruar, në të jetës kamp që streheke edhe varr, mos qëndro si kafsh zgjedhje në nështruar, por u bëj hero në luftë, fitimtar. Në të shkuarën të vdekurit i lër. Mos beso veç të ke ardhmja ëndra plot. Prej së tashmes që është e gjallë jetën merr, ndiq ti zemrën dhe besimin mbaj në Zot. Vjen prej njerëzve të mëdhenj mësimit çmuar. Jetën e tij ta bëj suplime kushdo mund, duke lënë gëdhendur pasi të ketë shkuar, gjurmë hapash në të kohës rër pafund. Gjurmë hapash që dikujt në mjerim zhytur dhe braktisur veten gjen ndoshta një ditë. Në të jetës det të thellë anije mbytur, kur ti shoh, ti mbushet zemra plot me dritë. Le të zgjohemi pra, sot të veprojmë. Zemrën gati për çdo fat që vjen na gjen. Pa u ndalur, drejt qëllimit të vazhdojmë, si punohet të mësojmë edhe të presim që vjen. Ja dëshënim nga autori. Një psalm për jetën, jashtë çdo dyshimi, është poezia më e njohur dhe më e dashur e Longfellowt. Bile ajo konsiderohet të jetë ndër poezitë më të njohura të shkruara në gjuhën angleze. Kjo poezi shpesh shoqërohet me nëntitullin Çfarë i tha psalmit zemra e një djaloshi. Një djalë i ri që u përgjigjet mësimeve biblike në fjalët e një psalmi të vjetër, sipas të cilave jeta njerëzore nuk është e rëndësishme. Jemi bërë nga rëra dhe në rër do të shndrohemi pas vdekjes. Dhe njerëzit duhet të fokusohen te pasjeta, kur ata do të shkojnë te krijuesi. Sipas kritikut Randall Huff, kjo poezi është një deklarat pavarësie e të rinjve ndaj filozofisë pesimiste, deterministe, të mbështetur nga pesha e rëndë e autoritetit biblik. Poezia i tejkalon kufijtë e një këngë dhe transformohet në një psalm. Një psalm në përgjigje të një psalmi. Vargjet e kësaj poezie, i cila përcjell ide të ndryshme në çdo strofë të saj, janë recituar për një kohë të gjatë në mbledhjet e senatit, në grumbullime publike, bile edhe në kisha.
Tema qendrore nuk i shmangit asnjë çast frazës kyçe. Mos u dorëzo. Një psalm për jetën i bëri të mundur Longfellow të lërë gjurmë hapash të tij në rërat e kohës edhe pas 2 shekujsh që kur ai e shkroi poezinë. Artur Balli. Lexoi Artemis Prifti.